Pas koncertit të mbajtur në Modena të Italisë, Luizi ka mbërritur në Holland për koncertin e radhës, por përpara se të ngjitet në skenë, ka zgjedhur të ndajë me ndjekësit një mesazh të thellë dhe prekës në ditën e Pashkës. I vendosur përballë një qielli të kaltër dhe me një dritë të bukur pranverore që i rezaton fytyrën, ai flet me qetësi dhe me ndjeshmëri për kuptimin që ka kjo ditë për të dhe për të gjithë ata që e ndjekin. Sapo erdha në Holland, koha qeka fantastike. S'ka si të jetë ndryshe sot, është një ditë e shenjtë, është dita e ringjalljes së shpresës, dritës, shprehet ai në fillim të videos, duke theksuar se kjo festë është një kujtesë e fortë që gjithçka mund të rilindë, përfshirë zemrat e lodhura dhe shpirtrat e thyrë. Ajo që e bën këtë mesazh edhe më domethënës është fakti se Luizi nuk flet vetëm për mirësinë dhe për krahen që ka marrë, por i drejtohet edhe atyre që nuk kanë qenë gjithmonë në anën e tij, duke i përfshirë të gjithë në këtë urim të sinqertë e pa paragjykim. Kjo ditë është për të gjithë, për ata që falin, por edhe për ata që nuk dinë të falin. Për ata që më kanë dashur, më kanë përkrahur mua dhe familjen time, por edhe për ata që më kanë gjykuar, më kanë thyer, më kanë urryer, thot ai me tone të qeta por me qëndrim të fortë shpirtëror. Luizi shpreh qartë se në jetën e tij nuk ka vend për urrëtie dhe hakmarrje, por për dashuri dhe shpirt, duke shtuar: "Unë nuk i urrej ata. Jeta më ka mësuar të jetoj me shpirt, jo me hakmarrje." Ky është një mesazh që tingëllon si një reflektim i thellë dhe i sinqert nga një njeri që ka përjetuar shumë, por ka zgjedhur të ecë përpara me zemër të bardhë. Postimi i tij është shpërndar menjëherë nga fansat, të cilët janë prekur nga fjalët e tij dhe kanë vërshuar me komente mbështetëse e urime për Pashkë. Në një botë ku shpesh dominon polarizimi dhe gjykimi, mesazhe si ky i Luizit vijnë si një frymëmarrje ndryshe dhe një thirrje për më shumë ndjeshmëri e mirëkuptim. Ai e mbyll videon me fjalët dashuri dhe respekt për çdo besimtar fetar. Gëzuar Pashkët të gjithëve, duke e bërë këtë një ndër urimet më të fuqishme dhe më gjithëpërfshirëse të kësaj feste.